E dini sepse njerëzit mund të ndjenë të pasigurt? Këtu janë disa arsye të ndryshme duke përfshirë krahasimi i vazhdueshëm me të tjerët, veçanërisht në rrjetet sociale, të çojnë në ndjenja të pamjaftueshmërisë, përvojat negative të tilla si ngacmimi ose kritika të lënë ndikime të qëndrueshme në vetvlerësimin. Perfeksionizmi, vendosja standardeve jo realiste të larta krijojnë një frikë nga dështimi dhe vetdyshim. Frika nga refuzimi, shqetësimi për refuzimin ose mos përshtatjen dëmton besimin. Çështjet e imazhit të trupit, presionet shoqërore në lidhje me pamjen mund të çojnë në pakënaqësi me veten. Mungesa mbështetjes, mungesa e inkurajimit ose vërtetimit nga miqt, familjar ose bashkëmoshatarët mund të kontribojnë në ndjenjat e pasigurisë. Pritjet jo realiste, besimi se njeriu duhet gjithmonë të ketë sukses ose të jetë i lumtur të çojnë në ndjenja të pamjaftueshmërisë, kur ato nuk arrijnë. Kuptimi i këtyre faktorëve mund të ndihmojë individët të adresojnë pasiguritë e tyre dhe të punojnë drejt ndërtimit të vetbesimit. Për më shumë, mos hezitoni të më kontaktoni. Mirupafshim në videot e radhës.